Hekuran Keci nga fshati Surroj merret prej 25 vitesh me tregtimin e prodhimeve vendore bio të zonës, të cilat i kultivon vetë në tokat bujqësore bashkë me familjen në fshatin e tij Surroj. Ai thotë se fuqia blerëse në tregun agro-ushqimor të qytetit të Kukësit vit pas viti po bie. Po çmimet lirë janë, po problemi është se s'ka fuqi blerëse. Fuqia blerëse është shumë e dobët. Për arsye se një pjesë kanë ikë nëpër shkolla, edhe shpenzimet janë marramense. Shkolla, tarifat e tjera. Sipas tij, rënja e fuqisë blerëse krijon vështirësi të shumta të shoqëruar jo vetëm me humbje financiare, por edhe me prishjen e prodhimeve vendore. Ne me vështirësi shumë e përballojmë edhe me humbje. Ka mundë që dalim shumë me humbje, po kena ngel në këtë zanat edhe shtash. S'po dim ku më shku, nga mjanis. Humbja është financiare, nga ana e kalben, këto janë gjëra si prishen, po nuk u konsumohet më në 2-3 ditë, këto kalben. Janë produkte si do të konsumu mërëna javës. Edhe për këtë kalben, prishen edhe financa vjen të ra çdo muaj. Po nuk u shit, do të shesim përpara. Tani është periudha e prodhimeve vendore apo ka kalu? Po kanë vazhdu periudha. Ka po prodhime vendore, për shembull tash është sezoni i lakrës. Si e mbulem pak me shpenzime edhe me lakrën tonë. Humbi me një produkt, e nëse me një tjetër, kështu që çfarë kena me bë? Kena ngel këtë zanat. Ashtu si shumica e tregtarëve, edhe për të shqetësuese mbetet abuzimi me çmimet nga tregtarët ambulant të tregut të qytetit. Pjesërisht të tregtarët e mëdhenj nuk spekulojnë, nuk bëjnë spekulime me çmimet, ndërsa këto ambulantë vegjël edhe spekulojnë se do me fitu, do me nxjerr ditën e punës edhe. Kjo ndikon. Ndikon, afërsisht ndikon. Ai shton se një tjetër problem serioz është mungesa e mbështetjes nga shteti për prodhuesit vendor. Po ne ja nisim çish muaj prill me çepën e njohur, që vazhdojmë, edhe ku të përfundojmë me lakrën në janar. Në qofta se nuk ka konsumator, çdo gjë bie. Në qofta se konsumi rritet, edhe ne I kena punë shumë mirë në Terezi, se prodhojmë, shitet, po su prodhu, po su shit, çka kemi prodhu. Pa politika të qarta, subvencione ose ndihmë logjistike, shumë prodhime përfundojnë të humbura duke e bërë të vështirë ruajtjen e traditës dhe zhvillimin e bujqësisë së zonës së Kukësit.